Në lajme ndër të tjera do të ndiqni një tërmet 4.3 ballësh regjistruar 17 km në jug perëndim të Gjirokancës duke shkaktuar panik te banorët. Forumi i Gruas Socialiste zhvilloi sot zgjedhje në të gjitha nivelet për përfaqësimin në gjithë vendin nëpërmjet parimit një antar një vot. Banorët e Memaliaj përveç se papunësisë dhe varfërisë po vuajnë edhe mungesën totale të shërbimeve. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranin televizionit Kanal 7, një mëngjesisht me informacione të përgatitura për këtë edicion informativ. Një tërmet 4.3 ballë është regjistruar 17 km në jug perëndim të Gjirokancës duke shkaktuar panik te banorët. Fatmirësisht nuk u regjistruan dëme materiale apo të lënduar. Gjirokanca dhe zonat përreth u tronditën me zitën e sotme nga lëkundje të fuqishme tërmeti prej 4.3 ballësh. Sipas Qendrës Sismologjike Europiane, epiqendra e tërmetit ka qenë 17 km në jug perëndim të Gjirokancës me një thellësi vetëm 2 km. Në fakt nuk u raportuan as dëme materiale as persona të lënduar. Sipas regjistrimeve zyrtare, ishte ora 11:39 minuta ku ndjen lëkundjet e fuqishme në qytetin e Gjirokancës dhe zonat përreth. Këto lëkundje rikthyen sërish panikun e banorëve, të cilët vetëm pak kohë më parë ju desh të kalonin natën jashtë për shkak të lëkundjeve që vinin nga Greqia fqinje. Flasim për politik, Forumi i Gruas Socialiste zhvilloi sot zgjedhjet për gjitha nivelet e përfaqësimit në gjithë vendin nëpërmjet parimit një antar një vot. Forumi i Gruas Socialiste zhvilloi sot zgjedhjet për gjitha nivelet e përfaqësimit në gjithë Shqipërinë me parimin një antar një vot. Procesi i votimit ka nisur në orën 8 dhe do të mbyllet zyrtarisht në orën 18. Nga ky proces do të lidhen gjithashtu dhe delegatër për Kongresin e Forumit të Gruas Socialiste. Në Gjirokancë gara ishte mes Albana Hasanaj dhe Marta Zhapa. Ajo që binte në sy në sallë ishte mungesa e kandidates Albana Hasanaj, për të cilën edhe pse jo zyrtarisht përflitej se është tërhequr nga gara. Çka do thotë se Gruaja Socialiste në Gjirokancë do drejtohet nga Marta Zhapa. Ata që priteshin të ishin në sallë dhe nuk zgënjyen as kësa here ishin koordinatori i PS-s për Gjirokancën, Blendi Çuçi dhe Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro. Të dy këta të fundit, kandidat ende të pashpallur zyrtarisht për zgjedhjet e qershorit 2017 në qarkun e Gjirokancës. Nuk dua të zgjatem, sepse sot është dita juaj, por po kujtoj një fjalë të Eleanor Rooseveltit që thotë që për të provuar forcën e një gruaje, ose gruaja është si bustina e çajit, që për ta provuar forcën e saj duhet ta futësh në ujë të nxehtë. E pra, Partia Socialiste është ndoshta e vetmja forcë politike që këtë sprovë e ka bërë më së miri. Jemi ne që kemi vënë kuota gjinore për përfaqësimin në parlament, jemi ne që kemi arritur më shumë se 30% përfaqësimin në qeverisje ministra në kabinet, jemi ne që kemi vënë përfaqësimin 50% në këshillat bashkiake, pra jemi ne që këtë forcë të madhe, pra që ju kemi futur në atë ujin e nxehtë për të provuar. Dhe ju garantoj që nuk kemi zhgënjur as pak. Kështu që në mos dilshi të forta sa që presim nga kjo sprovë, e them me garanci që më të ëmbla do jeni. Ju faleminderit. Shiko, Partia Socialiste është një parti që emancipimin e ka brenda vetes, që nga momenti që është një parti e hapur, një parti që pranon ndryshimin, një parti që bashkon ata që e themeluan me ata që kanë vite që japin kontribute dhe me ata që kanë dëshirën të japin kontribute. Është një parti që nuk punon vetëm për antarët e vet, është një parti që punon për qytetin, për fshatin, për komunitetin.
Dhe në fakt, kjo qeveri gjatë kësaj mazhorance në këto 3 vite e ka treguar shumë qartë që projektet e zhvillimit, reformat e mëdha, me gjithë kostot politike që mund të ketë për partinë, janë në fakt programi i Partisë Socialiste për një të ardhme që mendon për njerëzit dhe jo vetëm për militantët. Kështu që nëse ky motor zhvillimi ka ndodhur dhe për një arsye, se përfaqësimi i gruas në të gjitha nivelet, që nga baza, që nga kotat që ne kemi vendosur në këshillat bashkiake dhe deri në nivelin më të lartë përfaqësimit në qeveri cila nuk ka pasur ndonjëherë në numër kaq të madh grash sa kjo qeveri, atëre besojmë që një ndër forcat e emancipimit është padyshim prania, mendja dhe shpirti i gruas shqiptare brenda Partisë Socialiste. Fakti që sot kishim një sallë të mbushur plot ku shoqet, motrat, zonjat, nënat ishin në këmbë, tregon në fakt për besimin dhe për vizionin e mendjen e hapur të Partisë Socialiste. Zgjedhje e dur. Këtë e din dhe e ka në dorë antarët e Partisë Socialiste. Janë ato që zgjedhin, janë ato që besojnë votën e tyre. Por, nga ana tjetër, asnjëherë në Partinë Socialiste forcën nuk e ka vetëm njëshi. Forcën e ka bashkimi i të gjithëve. Kështu që kandidatja që do të zgjidhet nga kjo votë e forumit të gruas Partisë Socialiste në Gjirokastër do të jetë një ndër aktorët që do të punojnë me shumë aktore të tjera, burra dhe gra. Ndrojmë në atyre informacioneve tona, banorët e Memaliajt përveç se papunësisë dhe varfërisë janë duke vuajtur aktualisht dhe mungesën totale të shërbimeve, për të cilat do duhet të udhtojnë drejt Gjirokastrës. Qyteti Memaliaj vuan sot mungesën e shërbimeve. Ata kërkojnë që qytetarët e kësaj bashkie tu afrohen të njëjtat shërbime si në gjitha bashkitë e tjera. Sipas tyre, qytetarët e kësaj bashkie janë sot pa shërbim bankar, avokatie, shërbime shëndetësore dhe jo vetëm. I vetmi shërbim që funksionon më së miri, pohojnë ata, është shërbimi funeral, ndërsa për të gjitha shërbimet e tjera, ata duhet të udhtohen drejt Tepelenës, çka shton koston e këtyre banorëve. Këtë ndarjen territoriale që është bërë për bashkitë edhe ne si pjesëtar të këtij qyteti ka shumë mungesa. Spitali është bërë si poliklinik, si ta thotë pullumi. Duhen shërbime tjera, ra një zjarë në qytet, zjarë fiksja. Shumë gjëra tjera që i mungojnë një bashkie, këtu është bërë është fshat. Nuk e di edhe fshat, mos ta themi në kuptimin e mirë të fjalës që tu s'mungoni një edhe ugjis, tu mungoni të thera. Prandaj, ne pensionistët e falderojmë për këtë radhë kryeministit. Se na dha 6 vjet. E falderojmë. Po këtu e shmuarje është, ja, një gjë si fshat. Duhet dhe dorë për çdo gjë. Të ecin të rinj, pa neve të moshuar të fundja ne e marrim atë pension. Njerë kosto që ne po na marrin emigrantët. Njerë kosto që na i dërgojnë emigrantët, e njerë kosto tjetër që ne në vend se dërgesa e emigrantëve ka bërë këtë qytet dhe po e mban gjallë. Këtu nuk ka asnjë të ardhur tjetër përveç emigrantëve. Edhe ne përsëri duhet të paguajmë për herë të dytë që të marrim paratë. Duhet të paguajmë. Është i hershëm që na 49 është formuar. Që drejtori i parë i minierës ka qenë me Tobiu. Pas me Tobis Muza Kallaxhiu. Kulturë këtu ka dhënë Gjirokastrit dhe përmetarët. Mirë, po tani e shikojmë që qyteti ka rënë 26 vjet, asnjë front pune nuk është hapur. Që të vjen edhe gjuna të thuash që këta të rinj janë pa punë. U bën që në minierën e Memaliajt të shuhet fare. Për arsye se nuk shikoj një dasëm. 26 vjet një dasëm nuk shikon. Nuk shikon një grua me barë. Të jetë një që të lindi për të rritë qyteti. Nuk ka. Prandaj është shumë e rëndë për arsye se këtu nuk ka punë. Se që të martohesh, duhet të kesh edhe punë. Ka arritur një fukarallëk ku s'ka ku të vejë, në skaja më të larta.
s'ka ku do vejmë. Prandaj qeveria do të vërë një fardore. Edhe këtu 1 miliard lek, zhavor lumi, nuk ka për një front punë. Një roba që pësi për gratë e vajza të punojnë. Ose e mira për të rinj, të hapet një shkollë teknike, 2 vjeçare. Shkolla është bosh. Vende ka plot për mes, të vi Përmeti, të vi Saranda, të rinjtë e Saranda, të rinjtë e Delvinës, Gjirokacës, të Pilenës me Mali, hapet një shkollë për elektromekanik, për frigorifera, për çdo lloj zanati. Me një fjalë këtu është lëm pas dorë. Vetëm kush të zhvasë, kush të marri. Bashkia e dytë më e madhe në qark pas qytetit Gjirokas me një shifër që shkon në 24.000 banor, vuan sot mungesën papunësisë dhe braktisjes së bizneseve. Më alarmante bëhet situata për banorët e njësisë administrative, të cilët do të duhet të udhtohen te Tepelenës që ndodhet rreth 7 kilometra larg vetëm për qytetarët e Mamalia dhe më shumë se 40 kilometra larg nga fshati Kalivaç, pjesë e kësaj bashkie, e cila ndodhet në pikën më të lartë në kufi me rrethin e Vlorës për të marrë shërbimet bazë. Është momenti të njihemi informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Bashorti i saj në mënyrë të vazhdueshme lëshonte mesazhe prerëse në kohë fushat e zgjedhore apo dhe kur ishte në detyrë, por zonja e parë e Shtetit Bashkuar Michelle Obama në intervistën e fundit të saj para largimit nga shtëpia e bardhë është duke më pesimiste. Duke folur në emisionin e Oprah Winfrey, ai tha se perspektiva e Amerikës ka ndryshuar kur Donald Trump fitoi zgjedhjet. Tani ne po e kujtojmë se si ndihesh kur nuk ke shpresë, tha ajo. Michelle Obama luajti një rol jashtëzakonisht të dukshëm në ciklin e zgjedhjeve të 2016-s, duke mbështetur kandidatin demokrate Hillary Clinton dhe duke këmbyer batuta me Donald Trump. Ajo kërkoi grave të ngrihesh kundër tij pas komendeve të përshtatshme të denoncoi gjuhën e uritjes që ai përdorte në fushat. Ai nuk e përmendi në emër presidentin e zgjedhur në intervistën e Oprah Winfrey që do transmetohente thonë nga CBC, por përsëriti vlerësimet e mëparshme se SBA ka nevojë për një të rritur në shtëpinë e bardhë dhe si president duhet garantojë stabilitetin e të gjatë frymëzim. Njëri i pjekur në një shtëpinë e bardhë në kohë krize mund të thotë çdo gjë do të shkojë mirë, mund të kujtojmë gjërat e mira, të bëjmë të shkojmë me ardhmja, tha ajo. E gjithë kjo është e rëndësishme për ne dhe fëmijët tanë, çfarë do të bëjmë nëse nuk kemi shpresë. Sipas saj amerikanët do të vlerësojnë presidentin Obamës në kalimin e kohës. Michelle Obama është një figurë si jashtëzakonisht popullore në panoramën politike të Amerikës, një prej mbështetësve që nga Gallupi llogaritë 64%, shumë më lart se mbështetja për Donald Trump, Hillary Clinton e madje edhe bashkëshorti i saj. Një shpërthim ka ndodhur në një automet në afërsi të Universitetit Erlikses në qytetin Kaizer të Turqisë, ndërsa nga të dhënat parapreke mësohet se kanë vdekur dhe të plagosur, raporton Anadolu Agjitsi. Si para informacionet e para mësohet se një autobomb ka shpërthyer në afërsi të hyrjes së Universitetit Erlikses, ku pranë vendit shpërthimit ndodhej një autobus me ushtar. Në vendin e gjerë ku bëhet e ditur se ka vrarë dhe të plagosur kanë mbritur ekipet e policisë dhe ambulancat të cilët kanë transportuar të plagosur në spitalin e Fakultetit të Mjekësisë së Universitetit Erlikses. Policia ka marrë masa të gjëra të sigurisë në vendin e ngjarjes, ku dhe prefekti i qytetit të Kaizerit Sulejman Kamiçi dhe drejtori i policisë Ibrahim Kullari ndodhen gjithashtu në vendin e ngjarjes. Presidenti 45 i zgjedhur i SBA-ve Donald Trump ka formuar kabinetin më të pasur në botë me biznesmen pasuri totale të cilëve të kalon 15 miliard dollar. Pjesa më e madhe e kabinetit Donald Trump është emëruar dhe shihet qartë se ai ka përzgjedhur njerëz në radhë të ushtrisë dhe biznesit. Kabineti i tij mund të cilësohet si më i pasur jo vetëm në historinë e SBA-ve, por në gjithë historinë e botës. Më i pasuri është zëvendës sekretari i departamentit tregtisë, i cili sipas revistës amerikane Forbes për ekonominë thekson se personi më i pasur në kabinetin Donald Trump është Todd Ritzes. Presidenti Filipinëve Rodrigo Duterte ka konfirmuar për BBC se ka vrarë 3 persona në kur ishte kryebashkiak i Davosit. Ka vrarë 3 prej tyre, nuk e di se sa plumba që kam qelluar i kanë përshkruar trupat e tyre, por kjo ka ndodhur dhe unë nuk mund të më gënjej. Deklaratave më disa orë pas zëdhënësi i tij kishte mohuar se Duterte personalisht kishte vrarë ndonjë njeri. Polemikat nisën në mërkurë në pallatin presidencial ku Duterte u tha një grupi biznesmenësh në Davos unë i vrisja vet, me qëllim të treguar policisë se kur e bëja unë një gjë të tillë dhe ata mund ta bënin. Unë ndesha nëpër qytet me një motor, patrulloja nëpër rrugë dhe kur shija një shkelje reagoja. Duterte ka qenë kryebashkiaku i qytetit jugor për 2 dekada gjatë të cilave ai fitoi reputacionin e njeriu që me brutalitetin e tij goditi krimin dhe u akuzua se po ashtu se financonte skuadrat e vdekjes. Duterte ka premtuar se do të luftojë pa kompromis trafikantë drogës, ndërkohë që rreth 6000 persona janë vrarë nga policia, skuadra vullnetarëve por dhe mercenar në Filipine që nga maji. Kritikët thonë se Duterte ka inkujaruar policinë dhe të tjerë që qëllojnë mbi trafikantë përdoruesit pa paralajmërim. Dhe Duterte mohon të ketë qenë i varur nga droga pavarësisht se ka përdorur qetësues të fuqishëm. Unë nuk jam i varur nga droga, ilaçet e merrem me recetë, tha ai duke sqaruar se vunde nga migrena dhe se kishte probleme shtyllën kurizore. Rikthehemi në vend, flasim për sport. Konferenca e radhës e ekipit luftëtarit ka qenë në lidhje me sfidën e radhës përballë Tiranës. Nesër ekipi luftëtarit do ketë mungesën e Aleksit dhe të Rocës. Gjithë lojtarët e tjerë janë në dispozicionin tonë. Kështu që do vemi me një ekip jo më të mirë, s'mund të themi më të mirë, por një ekip
më të kompletuar në Tiranë. Nuk është të thënë gjithmonë që ne duhet të ndërtojmë një strategji vetëm me kundërshtim. Ekipi prodhon lojë edhe ne dalim gjithmonë në fushën e lojës me besimin se do marrim pikat më të mundshme. Ekipi është i përgatitur për këtë, është një ndeshje vështirë. Tirana, pavarësisht rezultateve të fundit që nuk ka arritur të fitojë në ndeshjet e fundit, kjo s'do thotë asgjë. Është një ekip shumë i fortë, një ekip që luan futboll edhe neve kjo gjë na ndihmon. Në aspektin Tirana prodhon lojë edhe ne prodhojmë lojë, nuk luajnë në pistë, bëjnë patjetër kemi pikëtuar disa lojtarë, janë në vendet që ne mendojmë që duhet përforcuar ekipi edhe këto do ta bëjmë në merkatin e janarit. Është momenti të shohim dhe parashikimin e motit, ndjekim bashkë grafikën për të parë motin në ditët në vijim. Gjurokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjurokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit, përfundojmë këtu edicionin informativ në televizionin Kanal 7, ju lënë në shoqërinë e programit në vijim bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.